Shtëpia e milioneres Ana ishte një pallat i madh, i mbushur me mobilje luksoze, piktura antike dhe qilima të shtrenjta që dukeshin sikur kishin histori shekullore për të treguar. Megjithatë, përtej pasurisë së saj të jashtëzakonshme, ajo ndiheje vetmuar. Burrit të saj, Markut, i cili kishte qenë dashuria e saj e jetës, ju kishte humbur gjurmët 3 vjet më parë në një aksident misterios në det. Çdo ditë Ana shpresonte në një mrekulli, por jetonte mes kujtimeve të dhimbshme dhe boshllukut të pafund, një pasdite të ftohtë dimri, ndërsa Ana po shëtiste në kopshtin e madh të pallatit, një tingull i pazakontë tërhoqi vëmendjen e saj. Një vajzë e vogël, ndoshta rreth 8 vjeç, po qëndronte pranë portës së pallatit, me sytë plot shpresë dhe një top të vogël në dorë. Vajza ishte e ndjerë e veshur, por diçka tek ajo tregonte një fshehtësi të madhe, diçka që Ana nuk mund ta injoronte. Zonja, tha vajza me një zë të qetë, por të vendosur, burri juaj nuk ka vdekur. Blini këtë top nga unë dhe do t'ju tregoj gjithçka. Ana ngriti vetullat me dyshim. Një fëmijë i vogël që fliste për të vdekurin e burrit të saj? Ishte absurde dhe megjithatë, një ndjenjë e çuditshme e tërhiqte pranë vajzës. Diçka në sytë e saj të ndritshëm e të thellë sugjeronte që ajo e dinte më shumë se sa lejonte pamja e saj e pafajshme. Çfarë? Topi është ky? Pyeti Ana, duke përpiqur të mbante një ton të qetë dhe autoritar. Vajza e shtrëngoi topin në duar dhe buzëqeshi. Ky nuk është top i zakonshëm. Ky është një çelës. Një çelës për të hapur të kaluarën që ju është mbajtur sekret. Nëse e blini nga unë, do të kuptoni të vërtetën. Përndryshe, gjithçka do të mbetet mister. Ana ndjeu një dridhje që i kaloi shpinën. Ishte e pabesueshme, por intuita e saj i thoshte se nuk mund ta linte këtë pa e kuptuar. Pas një momenti të shkurtër, ajo e pyeti vajzën, sa kushton? Vajza e vogël ngriti supet. Nuk ka çmim të parave, zonja. Por ka një kusht, duhet të jeni gati për të përballuar çdo të vërtetë që do të më tregoj. Disa gjëra mund t'ju lëndojnë, disa gjëra mund t'ju çojnë drejt fatit tuaj të vërtetë. Ana heshti. Ajo kishte humbur shpresën prej vitesh, por tani diçka e tërhoqi drejt këtij misteri që nuk mund ta shmangte. Ajo e bleu topin, pa kuptuar ende se kjo zgjedhje do të ndryshonte jetën e saj për gjithmonë. Kur vajza i dorëzoi topin, ajo buzëqeshi dhe tha vetëm një fjalë, kjo është vetëm fillimi, zonja Ana. Ana ktheu topin në duar dhe e rrotulloi midis gishta, duke ndjer peshën e çuditshme që kishte. Nuk ishte një top i zakonshëm fëmijësh, sipërfaqja e tij kishte një lloj shkëlqimi të pazakontë, dhe kur Ana e preku, një ndjesi e ftohtë e kaloi shpinën e saj. Sikur topi po fliste me të në një gjuhë që ajo nuk e kuptonte plotësisht, si mund të di një fëmijë për të dashurin tim? Pyeti Ana, duke ndjerë një kombinim frike dhe kurashtjeje. Por vajza e vogël nuk i dha menjëherë përgjigje. Ajo thjesht buzëqeshi dhe tregoi drejt portës së madhe të pallatit, hyni tek kopshti i fshehtë. Aty do të fillojë e gjithë e vërteta. Ana ndiheje trazuar, por instinkti i saj i thoshte se nuk mund të qëndronte pasive. Ajo ndoqi vajzën drejt një sektori të fshehtë të kopshtit, një vend që Ana nuk e kishte vërejtur kurrë më parë, ndoshta sepse ishte një pjesë e mbuluar me pemë të dendura dhe hije të errëta. Çfarë është ky vend? Pyeti Ana, duke u afruar me kujdes. Ky është vendi ku e vërteta fillon të dalë në dritë. Nuk është rastësi që erdhët këtu. Topi nuk ju soll vetëm. Ai ju zgjodhi, tha vajza, dhe sytë e saj të vegjël shkëlqyen me një ngjyrë misterioze. Ana e vendosi topin në një podium të vogël që ndodhej në mes të kopshtit. Pa pritmas, topi filloi të rrezatojë një dritë të ngrohtë dhe mbi sipërfaqen e tij shfaqeshin imazhe të përziera. Një burr i njohur, i kapur në momente të ndryshme të jetës së tij, mes tyre dhe Marku, burri i Anës. Ana mbeti e shokuar, kjo ishte e pamundur. Imazhet tregonin se Marku nuk kishte vdekur.
por ishte përfshirë në një rrjet të komplikuar të fshehtë, duke udhëtuar në vende të panjohura dhe duke komunikuar me persona misterios që Ana nuk i kishte njohur kurrë. Vajza e vogël tha me një zë të qetë, por të fortë: "Ai është gjallë, Ana. Por për të kuptuar pse u largua dhe çfarë e detyroi, duhet të shikoni të kaluarën e tij dhe të familjes tuaj me sytë tuaj të vërtetë. Topi do t'ju tregoj gjithçka, por çdo sekondë që shikoni, çdo të vërtetë që mësoni, mund t'ju ndryshoj përjetësisht." Ana ndjeu një dridhje të fortë në zemër. Një pjesë e saj dëshironte të ndalte gjithçka dhe të kthehej në botën e saj të sigurt. Por kurreshtja dhe dashuria për Markun e tërhoqën drejt këtij rrugëtimi të rrezikshëm. Drita nga topi u zgjerua dhe Ana u gjet përballë një serie vizionesh të rrëmbyera, sekrete të fshehura të martesës së saj, tradhti të fshehura, dhe persona që kishin ndikuar në fatin e Markut. Ishte një rrjet ngjarjesh që Ana kurrë nuk e kishte imagjinuar, dhe vajza e vogël, me një buzëqeshje enigmatike, ishte udhëheqësja e këtij rrugëtimi. "Kjo është vetëm fillimi," tha vajza. "Çdo të vërtetë që do të mësoni ka një çmim. A jeni gati, Ana?" Ana heshti për një moment të gjatë. Pastaj, me zë të fortë dhe vendosmëri që ajo vetë nuk e kishte menduar se mund ta kishte, tha: "Po. Jam gati." Topi shkëlqeu edhe më fort dhe vizionet filluan të marrin jetë përpara syve të saj, duke e çuar Anan në një udhëtim të thellë në të kaluarën e Markut dhe duke nxjerrë në pamje mistere që nuk mund t'i imagjinonte dot. Drita e topit u zgjerua dhe vizionet e para filluan të bëheshin më të qarta për Anan. Ajo pas skena të vjetra nga jeta e Markut, udhëtime të fshehta, takime misterioze me njerëz të panjohur, dhe dokumente që dukeshin si të fshehura për arsye sigurie. Ana ndjeu një kombinim frike dhe habie. Gjithçka që ajo kishte besuar për vdekjen e burrit të saj ishte një gënjeshtër e ndërtuar me kujdes. Vajza e vogël qëndronte pranë saj, si një udhëheqëse misterioze. Ai nuk vdiq, sepse nuk mundi. "Nuk ishte e sigurt që ju do të mund të kuptoni të vërtetën," tha vajza me një zë të qetë, por të vendosur. "Marku është përfshirë në diçka që është më e madhe se çdo gjë që mund të imagjinoni. Ai po mbronte diçka, ose dikë, dhe për ta bërë këtë, duhet të zhdukej për një kohë." Ana ndjeu një valë të fuqishme emocionesh. Zemra i rrite fort dhe mendja i mbushej pyetjeve. Çfarë po mbronte? Pse nuk më tregoi asgjë? Pse më la të besoj se kishte vdekur? Vajza e vogël qeshi lehtë, një zë i butë, por me një ngjyrë të çuditshme serioziteti. Sepse disa të vërteta janë të rënda, dhe disa njerëz nuk janë të gatshëm t'i përballojnë. Por tani, Ana, ju duhet t'i përballoni. Çdo vizion do t'ju çojë më afër Markut dhe çdo sekret që ai fshehu. Ana u shtrëngua fort pas topit dhe u përqendrua. Pa pritmas, vizionet filluan të shfaqnin momente të fshehta nga marrëdhënia e tyre, letra të pabotuara, mesazhe të mbetura të padërguara dhe momente të vjetra dashurie që Ana i kishte harruar. Por pastaj, vizionet u errësuan, duke shfaqur një rrjet intrigash që përfshinte njerëz të fuqishëm, miq të rrem dhe tradhti të fshehta që kishin ndikuar në fatin e Markut. Ana ndjeu një trishtim të thellë. Ajo kuptoi se burri të saj i ishte dashur të bënte sakrifica të mëdha për të mbrojtur familjen e tyre dhe njerëz të tjerë që ajo nuk i njihte. Pra, ai nuk më tradhtoi. Ai po përpiqej të na mbante të gjithë të sigurt, tha Ana me zë të dridhur. Vajza e vogël u buzëqesh dhe nxori një letër të vjetër nga xhepi i saj të vogël. "Kjo është për ju. Lexojeni kur të ndiheni gati. Por kujdes, çdo fjalë që lexoni mund të ndryshojë mënyrën se si shihni të kaluarën dhe të tashmen." Ana mori letrën me dorë të dridhur dhe e ndjeu rëndësinë e saj. Ajo nuk kishte pasur asnjë ide se cila histori e fshehur do të shfaqej brenda. Por një pjesë e saj ndjeu një shpresë të çuditshme, shpresën se çdo gjë mund të zgjidhej dhe se takimi i Markut mund të mos ishte i largët. Vajza e vogël i tha një fjalë përpara se të largohej nga kopshti. "Kjo është vetëm hapësira e parë. Ana,
Çdo hap tjetër do të jetë më i rrezikshëm dhe më i vështirë, por gjithashtu më i afërt me të vërtetën që kërkoni. Topi do t'ju çojë atje, po ju duhet të jeni të gatshme për gjithçka që do të shihni. Ana mbajti topin fort dhe ndjeu vendosmërinë të rritet brenda saj. Ajo nuk mund të ndalonte më. Çfarëdo që do të vinte, ajo do të zbulonte të vërtetën për Markun dhe për gjithçka që ishte fshehur për kaq shumë vite. Ana mbylli dorën rreth topit, ndjer një energji të çuditshme që i kalonte përmes trupit. Ishte si një thirrje që nuk mund ta injoronte. Vajza e vogël kishte zhdukur tashmë, duke e lënë Anën vetëm në kopshtin misterioz, por ndjenja se nuk ishte vetëm ishte e fortë. Topi rrezatonte një dritë të butë që formonte një rrugë drejt një vendi të panjohur. Çfarëdo që të ndodh, nuk mund të kthehem mbrapsht, mendoi Ana. Me një frym të thellë, ajo nisi të ndiqte dritën që dilte nga topi. Çdo hap e çonte më thellë në pyllin e fshehtë të kopshtit dhe papritmas ajri u mbush me një ndjesi të rëndë, sikur vetë natyra po e paralajmëronte për atë që do të vinte. Papritmas, vizionet filluan të shfaqeshin përsëri mbi tokë. Ana pa Markun në vende të largëta, qytete të panjohura, ndërtesa misterioze dhe njerëz të maskuar që dukeshin si pjesë e një rrjeti të madh dhe të rrezikshëm. Secili vizion kishte një ndjesi urgjence dhe paralajmëruese, sikur Marku po e thërriste të kuptonte diçka të rëndësishme, një vizion e goditi veçanërisht, Marku duke folur me një burr të panjohur, i cili mbante dokumente të fshehta dhe dukeshin si të përgatitur për një mision sekret. Ana ndjeu zemrën të rritë fort, ajo kuptoi se Marku nuk ishte larguar pa arsye, por ishte përfshirë në një lojë të madhe ku kishte rrezikuar gjithçka. Madje edhe jetën e tij, ndërsa rrugëtonte më tej, Ana ndjeu se dikush e ndiqte. Hijet e errëta shfaqeshin ndër pemët dhe zhurma e shkallëve që lëviznin në largësi e bëri të ndjej një frikë të papërshkrueshme. Topi u dridh dhe një dritë e fuqishme e mbuloi fytyrën e saj. Një zë i butë e paralajmëroi Ana. Disa të vërteta janë më të rënda se sa mund të imagjinoni. Por secila është një çelës që të çon më afër tij. Mos u frikëso. Ana ndjeu një forcë të brendshme. Fryma e saj po ndryshonte, ankthi dhe frika po zëvendësoheshin nga vendosmëria dhe guximi. Ajo nuk mund të ndalonte më. Çdo hap e çonte më afër Markut dhe çdo vizion i tregonte pjesë të së vërtetës që ishte fshehur për vite të tëra. Papritmas, dritat e topit formuan një rrugë të dukshme që e çoi drejt për drejt tek një ndërtesë të vjetër, të harruar nga koha, e mbuluar nga bar i dendur dhe pemë të rritura. Ana kuptoi se kjo ishte destinacioni i parë që Marku kishte vizituar pas zhdukjes së tij. Ajo ndjeu një emocion të fortë dhe një frikë të thellë njëkohësisht, ky vend. Këtu fillon e gjithë e vërteta, tha Ana me një zë të dridhur, por vendimtar. Ajo hapi derën e ndërtesës dhe u përball me një dhomë të errët që dukej sikur kishte mbajtur sekrete për dekada. Në qendër të dhomës, topi filloi të ndriçojë edhe më fort, duke zbuluar dokumente, letra dhe fotografi që tregonin pjesë të jetës së Markut që Ana nuk i kishte imagjinuar kurrë. Ana e kuptoi menjëherë, çdo vizion, çdo hije misterioze dhe çdo dokument ishte një pjesë e një puzle të madh që do ta çonte drejt së vërtetës për Markun dhe për të gjitha sakrificat që ai kishte bërë për të mbrojtur familjen dhe njerëzit e dashur. Ana hapi derën e dhomës dhe hapi syt përballë një peizazhi të harruar nga koha. Tavolina të pluhurosura, rafte me dokumente të vjetra, letra të shkrimësuara me kujdes dhe fotografi të zbehta që tregonin njerëz dhe ngjarje që Ana nuk i njihte. Topi filloi të ndriçonte fuqishëm mbi çdo objekt, duke zbuluar detaje që ishin fshehur prej dekadash. Ajo filloi të shqyrtonte një letër të parë. Ishte e Markut, e shkruar me dorën e tij të zakonshme, të sigurt dhe të kujdesshme. Fjalët i treguan Anës se ai nuk kishte vdekur siç ajo kishte besuar, ai ishte detyruar të zhdukej për të mbrojtur një rrjet njerëzish të përfshirë në një mision sekret. Ky mision lidhej me një kompani të fuqishme që operonte në errësirë dhe që kërcënonte sigurinë e njerëzve të pafajshëm. Ana e lexoi letrën përsëri dhe përsëri, duke ndjerë një përzierje emocionesh.
trishtim për gënjeshtrën e fshehur, zemërim ndaj rrethanave që e kishin ndarë prej tij, por edhe një shpresë të thellë që Marku ishte gjallë dhe po përpiqej të mbrojë dhe ta mbroste atë. Pastaj, ajo zgjodhi një fotografi të vjetër ku Marku dukej me një burr të panjohur. Një shënim në cep të fotografisë thoshte: "Bëni gjithçka për të mbrojtur sekrete kritike. Nuk ka kthim mbrapa." Ana kuptoi menjëherë, kishte një rrjet të tërë intrigash dhe rreziqesh që e kishin detyruar Markun të largohej, ndërsa shqyrtonte dokumentet, një zë i papritur e bëri të dridhet. Një burr i gjatë dhe misterioz, i veshur me rroba të errëta, qëndronte pranë derës. Ai nuk dukej kërcënues, por kishte një seriozitet që Ana nuk mund ta injoronte. "Mos u frikëso," tha burri me një zë të qetë. "Unë jam aleati yt. E di që kërkon Markun dhe do të ndihmoj të gjesh çdo të vërtetë." Ana e shikoi me kujdes, duke ndjerë një dyshim të natyrshëm. "Pse të besoj unë te ju?" pyeti ajo. Burri e shikoi thellë dhe tha: "Sepse unë kam ndjekur të njëjtin rrugëtim si ju. Njoh sekretet që ai mbrojti dhe e di se kush janë armiqtë e tij. Pa ndihmën time, disa të vërteta nuk do t'i zbuloje kurrë." Ana ndjeu një përzierje frike dhe shprese. Ajo kuptoi se për të gjetur Markun dhe për të kuptuar çdo detaj të zhdukjes së tij, nuk mund të vepronte vetëm. Por një pjesë e saj po fillonte të besonte se ndihma e këtij burri mund ta çonte më pranë përgjigjeve që kërkonte. Topi rrezatonte më fuqishëm, sikur të pranonte aleancën e re. Ana e kuptoi, rrugëtimi i saj sapo kishte marrë një kthes të rëndësishme. Çdo dokument, çdo fotografi dhe çdo vizion e kishte çuar deri këtu, dhe tani rrugë përballë të vërtetës ishte më e hapur se kurrë. "Çfarë duhet të bëjmë tani?" pyeti Ana, e vendosur të mos tërhiqej. Burri u afrua dhe tha: "Të shkojmë tek vendet ku ai ka qëndruar. Atje do të gjejmë pjesët e fundit të enigmës. Por bëhu e gatshme, do të përballemi me njerëz që nuk duan të shohin këtë të vërtetë të zbulohet." Ana vendosi topin në kraharor dhe mori frym thellë. Ajo ishte gati. Çdo hap e çonte më afër Markut, çdo dokument e mësonte më shumë, dhe çdo moment i afrohej zgjidhjes së një misteri që kishte zgjatur shumë vite. Ana dhe burri misterioz, i cili prezantohej si aleati i saj, dolën nga dhoma e errët dhe u futën në kopshtin e mbuluar nga hije të dendura. Topi që Ana mbante në duar rrezatonte një dritë të ngrohtë, duke treguar rrugën e saktë që duhej të ndiqnin. "Ku do të shkojmë?" pyeti Ana, duke ndjerë një përzierje emocionesh, frikë, ankth dhe kurreshti të pakufizuar. "Do të shkojmë tek vendet ku Marku ka lënë gjurmë. Atje do të gjejmë dokumente dhe personazhe që do të na ndihmojnë të kuptojmë pse u largua dhe kush e ka ndjekur," tha burri. "Por mos harroni, jo të gjithë që do të takoni janë miq. Disa njerëz nuk duan që e vërteta të dalë në dritë." Rrugëtimi i tyre filloi drejt një qyteti të largët, i mbuluar nga mjegull dhe mister. Çdo hap i Anas ndihej sikur i çonte drejt një rrjete të fshehtë intrigash, të cilat Marku i kishte lënë pas si shenja që vetëm Ana mund t'i interpretonte me ndihmën e topit. Papritmas, në rrugën e tyre u shfaq një burr tjetër i maskuar, i cili dukej se i ndiqte. Ana ndjeu një dridhje të fortë. Aleati i saj e shikoi dhe tha: "Ky nuk është rastësi. Ai është një prej njerëzve që përpiqen të ndalojnë zbardhjen e së vërtetës. Duhet të jemi të kujdesshëm." Ata vazhduan të ecin, duke përdorur topin si udhërrëfyes. Çdo rrugë, çdo kopsht dhe çdo ndërtesë që kalonin zbulonte më shumë të dhëna për Markun. Ana kuptoi se ai ishte angazhuar në një mision të madh për të mbrojtur njerëz të pafajshëm, dhe se largimi i tij kishte qenë një sakrificë e madhe për të mbrojtur të tjerët. Kur arritën në një ndërtesë të vjetër të fshehur në periferi të qytetit, topi filloi të rrezatonte një dritë të fuqishme brenda saj. Ana dhe aleati i saj hynë brenda dhe gjetën një seri dokumentesh dhe fotografish që tregonin përpjekjet e Markut për të shpëtuar informacione të rëndësishme nga duart e armiqve. Ana ndjeu një kombinim emocionesh, trishtim për të gjitha vitet që kaluan në gënjeshtra, por edhe një ndjesë gëzimi që kishte zbuluar së paku një pjesë të së vërtetës.
Topi filloi të rrezatonte më fuqishëm, si të konfirmonte se Ana ishte në rrugën e duhur. Çdo gjë që shohim tani, tha aleati, është vetëm fillimi. Ju duhet të kuptoni se rreziqet nuk janë vetëm në të kaluarën, por edhe në të tashmen. Ata që nuk duan të shohin këtë të vërtet janë kudo dhe do të përpiqen të na ndalojnë. Ana mbajti topin fort, duke ndjerë forcën që vinte nga ai. Ajo ishte e vendosur, do të përballonte çdo rrezik, çdo sfidë, vetëm për të gjetur Markun dhe për të kuptuar çdo detaj të misterit që e kishte ndarë prej tij për kaq shumë vite. Ana dhe aleati i saj dolën nga ndërtesa e vjetër me dokumentet në duar dhe topin që rrezatonte ende dritë të ngrohtë. Ajri i qytetit të largët ishte i ftohtë dhe i rënduar, sikur vetë natyra po paralajmëronte se rreziku ishte afër. Duket se dikush po na ndjek, tha aleati, duke i drejtuar Anas një shikim serioz. Ai shikoi hije të largëta që lëviznin mes ndërtesave të vjetra. Ana ndjeu një dridhje në trup. Nuk ishte frikë e zakonshme, ishte paralajmërim për një rrezik që mund të shkatëronte gjithçka që po përpiqeshin të zbulojnë. Papritmas, një grup njerëzish me maska dhe uniforma të errëta doli përpara tyre, duke bllokuar rrugën. Njëri prej tyre u afrua dhe tha: "Ju nuk duhet të jeni këtu. Çdo hap tjetër do të ketë pasoja." Ana mbajti topin fort dhe u përqendrua. Drita e tij u zgjerua, duke formuar një mbrojtje të ndritshme që e mbrojtë atë dhe aleatin. Aleati tërhoqi Anan pas tij dhe tha: "Ky është momenti që duhet të tregojmë guximin. Nuk mund të tërhiqemi." Një betejë e shkurtër tense nisi, njerëzit misterioz përpiqeshin të marrin dokumentet dhe topin. Ana përdori dritën nga topi për të tërhequr vëmendjen dhe për të çliruar rrugën. Aleati i saj ishte i aftë dhe strategjik, duke neutralizuar çdo kërcënim me shkathësi. Pas disa minutash tensioni, grupi u tërhoq, duke kuptuar se nuk mund të ndalonin Anan. Ajo mbajti frymën dhe ndjeu një forcë të brendshme që po rritej me çdo sfidë që përballonte. "Ne nuk kemi shumë kohë," tha aleati. Dokumentet tregojnë se Marku ka qëndruar në një ishull të fshehtë, larg çdo syri. Ai ka lënë shenja që vetëm topi mund t'i ndjekë. Nëse duam të gjejmë të vërtetën dhe ta sjellim atë tek ju, duhet të nisim menjëherë udhëtimin drejt atij ishulli. Ana ndjeu një përzierje emocionesh, frikë për rrezikun që po e priste, emocion për takimin e mundshëm me Markun dhe vendosmëri të pathyeshme për të zbuluar çdo të fshehur që e kishte ndarë prej tij. Topi filloi të rrezatonte një dritë që formonte një hartë të qartë në ajër, duke treguar rrugën drejt ishullit misterioz. Ana kuptoi se çdo hap tani do të ishte vendimtar. Çdo moment mund të sillte informacion të ri, por edhe kërcënime të papritura. Është koha për të zbuluar gjithçka, tha Ana me zë të vendosur. Asgjë nuk do të na ndalojë. Aleati i saj bujqeshi lehtë, duke kuptuar guximin dhe vendosmërinë e Anës. Atëherë, të nisim këtë udhëtim. Ishulli po pret dhe atje do të kuptojmë pse ai u largua dhe çfarë fsheh gjithçka që ka ndodhur. Drita e topit u rrit më fuqishëm se kurrë, duke krijuar një ndjesi magjike dhe paralajmëruese. Ana e kuptoi se çdo hap tani do të ishte një hap drejt së vërtetës që kishte pritur për kaq shumë vite. Ishulli i sekreteve, pas një udhëtimi të gjatë dhe të rrezikshëm, Ana dhe aleati i saj mbërritën në ishullin misterioz që topi kishte zbuluar. Ishulli ishte i mbuluar nga mjegull e dendur dhe pemë të larta që dukeshin sikur mbronin fshehtësitë e tij prej shekujsh. Tinguj të çuditshëm u dëgjuan ndër pemët, duke i dhënë ambientit një ndjesi të thellë misteri dhe paralajmërimi. "Ky është vendi," tha aleati, duke i treguar Anës një hartë që topi kishte formuar me dritën e tij. "Marku ka qëndruar këtu, dhe çdo gjë që ai ka fshehur është këtu brenda ishullit. Por mos harroni, ky vend nuk është vetëm mister, është gjithashtu një sfidë e rrezikshme." Ana hodhi një shikim rreth vetes dhe ndjeu një përzierje emocionesh, frikë për pasojat e fshehura, emocion për takimin e mundshëm me Markun dhe vendosmëri të pathyeshme për të zbuluar çdo të fshehur.
Topi filloi të rrezatonte një dritë të fuqishme që i drejtonte drejt një ndërtese të vjetër në mes të ishullit, e mbuluar nga bar i trashë dhe rrënje të pemëve. Kur u afruan, Ana dhe aleati u përballën me një derë të fortë dhe të madhe druri. Ana vendosi topin mbi derë dhe drita filloi të rrezatojë mbi gërmimet e drurit, duke zbuluar një kode të fshehtë të shkruar me simbol të panjohur. Me ndihmën e topit, Ana deshifroi shkrimin, një mesazh i Markut, i cili tregonte se çfarë kishte bërë dhe pse ishte larguar. Pa pritmas, një zë i njohur u dëgjua prapa atyre. Ana u kthye dhe shikoi Markun, i gjallë, i qëndrueshëm dhe i lodhur nga rrugëtimi i gjatë që kishte bërë. Zemra e Anës rrite fort dhe lotët i ranë në fytyrë. Mark, ti je gjallë, tha ajo me zë të dridhur, duke u afruar me shpejtësi drejt tij. Ai e përqafoi me forcë, duke mbajtur dhimbjen e viteve të ndarjes brenda tij. Ana, gjithçka që bëra ishte për ty dhe për njerëzit që duam. Nuk kisha zgjedhje tjetër, tha ai, me një zë të qetë dhe të trishtuar. Topi rrezatonte mes tyre, duke krijuar një dritë që lidhte të kaluarën, tashmen dhe të ardhmen. Ana e kuptoi menjëherë, çdo hap që kishin bërë, çdo sfidë që kishin përballuar dhe çdo dokument që kishin gjetur, e kishin çuar drejt këtij momenti të përjetshëm. Aleati i tyre qëndronte pak mbrapa, duke i lënë momentin të zhvillohej natyrisht, por i gatshëm për çdo rrezik që mund të shfaqej. Ishulli ende mbante enigmat e tij, por momenti i ribashkimit ishte më i fuqishëm se çdo kërcënim. Marku e shikoi Anën me sy të thellë. Tani duhet të tregoj gjithçka. Çdo detaj që është fshehur nga bota dhe çdo gjë që më detyroi të zhdukesha. Por kjo do të thotë se do të shikosh të kaluarën time dhe sekrete që janë më të rënda se çdo gjë që ke imagjinuar. Ana e përqafoi dhe tha, jam gati. Nuk kam më frikë. Dua të di gjithçka, Mark. Topi rrezatonte mes tyre, duke shënuar fillimin e zbardhjes së të gjitha fshehtësive dhe mistereve që e kishin ndarë jetën e tyre për kaq shumë vite. Ana dhe Marku qëndronin përballë njëri tjetrit në dhomën e vjetër të ishullit, ndërsa drita e topit rrezatonte mes tyre, duke krijuar një atmosferë magjike dhe paralajmëruese. Aleati i tyre qëndronte pak mbrapa, duke mbajtur vigjilencën, por duke lënë momentin të zhvillohej. Marku mori frym thellë dhe filloi të tregojë, Ana, kur u largova. Nuk e bëra sepse nuk të doja më. Nuk doja të lëndoja. Por bota që na rrethonte ishte më e rrezikshme nga sa mund të imagjinonim. Kompania ku punoja, një rrjet i madh ekonomik dhe politik, kishte zënë në rrjet disa njerëz të pafajshëm. Informacioni që unë kisha mund të shkatëronte jetët e tyre dhe të tua. Për këtë arsye u detyrova të zhdukesha. Ana e dëgjonte me zemër të dridhur. Lotët i ranë në fytyrë, por nuk kishte asnjë ndjenjë zemërimi. Vetëm një dhimbje e thellë dhe një ndjesi çlirimi. Të gjitha dyshimet dhe pasiguria e viteve të fundit po merrnin fund. Çfarë ke bërë gjatë këtyre viteve? Pyeti Ana me zë të dridhur. Marku vazhdoi, kam udhëtuar në vende të panjohura, kam takuar njerëz misterioz dhe kam mbledhur prova për të mbrojtur të pafajshmin. Në këtë rrugë, unë humba kontaktin me ty për të mbrojtur jo vetëm veten, por edhe ty dhe familjen tonë. Çdo mesazh që më dërgoje, çdo kujtim që ndaje, ishte një plagë që më shtynte të kthehesha tek ti, por rreziku ishte shumë i madh. Ana e shikoi me sytë e mbushur me lodh. Pra, çdo gjë që kam menduar për zhdukjen tënde, çdo gënjeshtër që më është thënë, ishte për të më mbrojtur? Po, tha Marku. Por tani gjithçka ka ndryshuar. Rrjeti i rrezikshëm është ende i fuqishëm, por unë kam informacione që mund ta çrënjosin atë. Dhe me ty pranë, ne mund të bëjmë gjithçka. Topi. Ai është çelësi për të zbuluar të gjitha sekretet e fshehura. Çdo vend dhe çdo dokument që nevojitet për të mbyllur këtë kapitull. Ana u ndje e fuqizuar dhe e qetësuar. Ajo kuptoi se çdo sakrificë, çdo dhimbje dhe çdo moment i humbur kishte pasur një kuptim. Tani, ajo dhe Marku mund të përballeshin me çdo rrezik së bashku. Aleati i tyre e vuri dorën mbi shpatullën e tyre dhe tha,
ju keni zbuluar të kaluarën, por tani duhet të veproni për të siguruar të ardhmen. Rreziqet nuk kanë mbaruar ende. Ata që donin të fshenin të vërtetën nuk do të qëndrojnë duar kryq. Marku mori dorën e Anës dhe e shikoi në sy. Ana, çdo sakrificë e bëra për ty dhe për jetën tonë. Tani, së bashku, do t'i përballojmë të gjitha dhe do të shpëtojmë gjithçka që duam. Nuk ka më fshehtësi, nuk ka më gënjeshtra. Vetëm ne dhe e vërteta. Ana buzëqeshi për herë të parë pas shumë vitesh. Topi rrezatonte më fuqishëm se kurrë, si një simbol i bashkimit të tyre dhe fillimit të një kapitulli të ri, ku e vërteta nuk do të mbahej më peng. Ana dhe Marku, të mbështetur nga aleati i tyre, u përgatitën për udhëtimin drejt vendit ku rrjeti i rrezikshëm kishte bazën e tij kryesore. Topi që Ana mbante në duar rrezatonte një dritë të fuqishme, duke i shndërruar hapat e tyre në një rrugë të sigurt mes hijeve dhe rrezikut. Çdo gjë që kemi bërë deri tani, tha Marku me një zë vendimtar, na ka çuar këtu. Tani duhet të përballemi me ata që përpiqen të fshehin të vërtetën. Asgjë nuk do të jetë e lehtë, por ne nuk mund të kthehemi më pas. Kur arritën në ndërtesën kryesore të rrjetit, u përballën me njerëz të armatosur dhe të maskuar, të cilët kishin për qëllim të ndalonin çdo hap të tyre. Por drita e topit krijonte mburojë mbrojtëse dhe gjithçka që Ana dhe Marku bënin dukej si një strategji e pafalshme. Aleati i tyre koordinonte lëvizjet, duke i ndihmuar të shpërndanin forcën e armiqve dhe të kapnin informacionet e fshehta. Dokumentet dhe të dhënat që kishin mbledhur Ana dhe Marku shërbyen si çelës për të çliruar rrjetin dhe për të ekspozuar tradhtitë dhe manipulimet që kishin mbajtur gjallë frikën dhe gënjeshtrat për vite të tëra. Papritmas, kreu i rrjetit, një figurë misterioze dhe e fuqishme, u shfaq përballë tyre. Ai u përpoq të intimidonte, por Ana dhe Marku qëndruan të vendosur. Topi filloi të rrezatonte më fuqishëm se kurrë. Duke zbuluar çdo dokument dhe fshehtësi që kreu kishte përpjekur të mbante të fshehtë, e vërteta nuk mund të mbahet peng më gjallë, tha Ana me zë të fortë dhe të qetë. Çdo sakrificë, çdo moment i humbur dhe çdo sekret që keni fshehur, tani do të dalë në dritë. Me ndihmën e topit dhe strategjinë të aleatit, rrjeti i rrezikshëm u neutralizua. Të gjithë dokumentet dhe informacionet që dikur ishin fshehur u bën publik në mënyrë të sigurt, duke ekspozuar tradhtitë dhe intrigat që kishin ndarë shumë jetë. Ana e shikoi Markun dhe lotët i ranë përsëri në fytyrë, por këtë herë nga gëzimi dhe lehtësimi. Tani gjithçka është e qartë. Nuk ka më gënjeshtra, nuk ka më fshehtësi. Vetëm ne dhe e vërteta jonë, tha ajo. Marku e përqafoi fort dhe tha: Ana, çdo gjë që bëra ishte për të mbrojtur ty dhe gjithçka që duam. Tani mund të fillojmë një jetë të re, pa frikë, pa mistere, vetëm ne dhe bashkimi ynë. Topi rrezatonte mes tyre si një simbol i misionit të përfunduar dhe i së ardhmes së ndritur. Ana dhe Marku, të bashkuar dhe të fuqizuar nga përvojat që kishin kaluar, dolën nga ishulli drejt një kapitulli të ri të jetës së tyre, ku dashuria, besimi dhe e vërteta nuk do të mund të ndaheshin më. Aleati i tyre i dha një buzëqeshje të ngrohtë dhe tha: kjo është fundi i një rrugëtimi të gjatë, por fillimi i një jete të re. Ju e meritoni këtë paqe dhe këtë siguri. Ana dhe Marku u kthyen njëri te tjetri, duke ndjerë një ndjenjë të papërshkrueshme qetësie dhe lumturie. Topi, tashmë i qetë, shkëlqente vetëm pak, si kujtesë e një udhëtimi që ndryshoi jetën e tyre përgjithmonë. Në fund, gjithçka kishte kuptim, çdo sakrificë, çdo rrezik dhe çdo mister i fshehur ishin pjesë e një historie të jashtëzakonshme dashurie, besimi dhe guximi. Dhe Ana dhe Marku, më në fund, ishin bashkë, të lirë dhe të sigurt, duke ndërtuar të ardhmen që gjithmonë kishin ëndërruar.